Rikthehemi në studio, jemi në transmetimin tonë të fundjavës në Weekend Lovers për të folur sot për një iniciativë shumë të këndshme, shumë simpatike, shumë interesante. Kemi pasur në studion e Weekend Lovers përfaqësues, themelues të disa shkollave shqipe në disa vende të Europës, por pa diskutim, ajo çfarë ata theksonin më së shumti ishte nevoja për të hapur sa më shumë shkolla shqipe në shumë qytetet e Europës, në mënyrë që të gjithë shqiptarët që jetojnë në këto vende të kenë mundësi të mësojnë fëmijëve të tyre gjuhën shqipe në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Dhe absolutisht që ka shkolla shqipe në disa vende të Europës, por nuk mjafton sepse shqiptarët janë të shpërndar kudo në botë. Ndaj sot ne do të njihemi me një platformë shumë interesante e quajtur AlpQuest, ku fëmijët në diasporë mund të mësojnë në mënyrë shumë argëtuese gjuhën shqipe. Dhe sot në studio ne jemi me Klejda Peçulaj, e cila është themeluese dhe drejtuese e platformës AlpQuest. Klejda ka krijuar një hapësirë shumë të bukur për gjithë ata që duan të mësojnë shqip, veçanërisht për fëmijët dhe të rinj shqiptar në diasporë. Puna ndërthur teknologjinë, kreativitetin, dashurinë për trashëgiminë gjuhësore, duke ndihmuar këta fëmijë që jetojnë jashtë të qëndrojnë të lidhur me rrënjët e tyre. Por si funksionon kjo platformë, si është pritur deri tani, edhe pse ka shumë pak kohë që është prezantuar, do të kemi mundësi të mësojmë gjatë kësaj interviste këtu në Weekend Lovers me Klejdën. Klejda, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi gjithnjë për më tepër për të folur për iniciativa të tilla, nisma të tilla që ju vinë në ndihmë të gjithë atyre që jetojnë në diasporë dhe që nuk duan të shkëputen absolutisht nga rrënjët e tyre. Dhe ju keni krijuar AlpQuest. Na thuaj pak çfarë është AlpQuest, si funksionon AlpQuest? Do ta them shumë shkurt edhe qartë. AlpQuest është një platformë, pra është një website i cili nëpërmjet të cilit prindrit mund të marrin informacion, të lidhen me mua. Dhe në fokus të vet ka mësimin e gjuhës shqipe, abetares, 2 programe kemi aktualisht, kemi abetaren edhe gjuha shqipe dhe kultura, dhe mësimin e gjuhës shqipe. Përveç sepse me mësimin e gjuhës në fakt nuk kemi vetëm shkronjat edhe si të shkruajmë, si të flasim, po krijojmë edhe një marrëdhënie me kulturën tonë, me gjuhën tonë, me çdo gjë që ka të bëjë me Shqipërinë edhe me gjuhën. Pse keni zgjedhur këtë emër? Çfarë do të thotë emri? Më në detaje. Doja në fakt, mund në fillimisht doja diçka shqip, po nuk po më ngjiste asgjë dhe në fillim emri fillimisht ishte Albanian Quest. Okej. Po ishte shumë i gjatë, edhe në logo nuk qëndronte bukur dhe vendosa ta bëj shkurtimisht AlpQuest. Fjala quest përkthehet nga anglishtja dhe ka të bëjë me aventurën, me të kërkuarit, me përpjekjen për të ditur, për të zbuluar. Edhe ky është edhe qëllimi i AlpQuestit, pra nëpërmjet gjuhës ne të arrijmë të zbulojmë kulturën tonë, traditat tona që janë shumë të bukura, edhe të mësojmë nga njëri tjetri, sepse ne e dimë, siç thatë dhe ju, shqiptarët janë gado dhe shqiptarët nuk janë vetëm shqiptarët e Shqipërisë, ka dhe shqiptarët të Kosovës, ka dhe shqiptarët Malitzi, ka dhe shqiptarët Maqedonisë. Edhe dua shumë që kjo platformë të arrijë të bëj bashkë të gjithë, ata të mësojnë nga mua, edhe unë të mësoj nga ata. Tani, na thuaj pak cilat janë metodat që përdor për ti tërhequr sa më shumë këta fëmijë që prindrit e tyre i kanë regjistruar në AlpQuest. Cilat janë metodat? Ne përgjithsisht përdorim metodën e lojës, pra nëpërmjet fletëzave të ndryshme, mësojmë shkronjat, përdorim pak logaritmikën për rrokjet, sepse kemi rrokje shumë të vështira dhe kemi edhe shkronja shumë të vështira, të cilat janë të vështira të tingëllohen. Prandaj dhe fëmijët që jetojnë jashtë e kanë pak të vështirë, për shembull thën, dhën, çën, gjën, edhe mundohem shumë që kjo gjë mos të bëhet rutinë, mos të presionojnë që babon tani do futem me Klejdën edhe do mësoj, edhe unë të kaloj një stres të vogël. Kënaqemi, luajmë dhe shkronja do t'i mësojmë, edhe të lexojmë do mësojmë, edhe rrokje do t'i mësojmë, po për mua e rëndësishme është që ata në fund të ditës të mbajnë mend një poezi, të mbajnë mend një fabul, të mbajnë mend 2-3 fjalë, sepse
dua të përmend këtu që të gjithë nivelet janë të ndryshme. Pra ka fëmijë që flasin shumë mirë shqip, po kanë të vështirë, kanë shumë të vështirë që ta shkruajnë atë për shkak të moshës, edhe për shkak të vendit në të cilin ata jetojnë, po ka dhe fëmijë të cilët kuptojnë shumë mirë shqip, po pjesa e të folurës është pak e vështirë për ta. Prandaj edhe çdo fëmijë ka kohën e tij, edhe unë mundohem që t'i përshtatem secilit. Me aq sa ke mundur të kesh komunikime, të kesh të bësh me këta fëmijë që jetojnë në diasporë, cilët kanë më shumë vështirësi, ata që kanë një prind të huaj apo që kanë të dy prindrit shqiptar, edhe si është kjo ndërthurje, kjo përshtatje me gjuhën tek fëmijët, kjo qasje? Deri tani ka disa prindër që edhe pse janë të dy shqiptar, mendojnë se të mësuarit të dy gjuhëve dhe shpesh tre, duke qenë se në disa vende të botës e vërtet. Mësohet njëkohësisht, futet edhe anglishtja, dhe mendojnë se ngatrojnë fëmijët dhe u flasin edhe në shtëpi, nuk u flasin gjuhën shqipe, pra gjuhën e tyre, po u flasin gjuhën e vendit në të cilin ata jetojnë, që shpesh nuk është se e flasin dhe aq mirë, sepse është normale që mos të dish një gjuhë të një vendi të cilën ti jeton kur ke shkuar i madh, kur nuk e studiuar. Madje unë kam jetuar vetë në Rusi 5 vjet dhe prap mund të them që rusishtën e flas mirë, por e flas në mënyrë të kufizuar mirë, pra flas rusishtën akademike që unë kam mësuar në shkollë. Por mendoj se ky miti duhet të bjerë. Pra, unë mendoj që fëmijët, sidomos fëmijët që kanë të dy prindrit shqiptar, ku më mirë në shtëpi, duhet të flasin vetëm gjuhën shqipe, sepse jashtë, duke qenë se fëmia jeton në një ambient që mund të flitet gjermanisht, mund të flitet suedisht e të tjera, do ta mësoj, sepse e has atë sa del nga pragu i shtëpisë. E vërtet. Tani, çfarë ofron konkretisht për përdoruesit AlpQuest, programet të cilat ofrohen? Tani unë nuk kam dashur që të bëj si metodologjiste vet. Kam 2 libra nga 2 shtëpi të ndryshme botuese, të cilat i kam udhëzuesit e mi, dhe mendoj se duke qenë se këta libra janë hartuar nga profesionistë të fushave, pra të gjuhësisë edhe të letërsisë, kam vendosur që edhe me abetaren, si edhe me gjuhën shqipe dhe kulturën, ti kemi biblën tonë. Pra, kurse të gjitha materialet shtesë që bëhen nga unë, edhe patjetër që konsultohemi me literatura ndihmëse, çfarë ofron. Për momentin kemi 2 programe, duke qenë se unë jam vetëm dhe duke qenë se AlpQuest ka 1 muaj që është themeluar. Kemi gjuhën shqipe, abetaren siç edhe përmenda, dhe gjuhën shqipe dhe kulturën. Mosha e përshtatshme është 6+. Ka pasur shumë prindër që më kanë thënë Klejda, pse nuk ke edhe një moshë pak më të vogël, por dua t'ua theksoj që fëmijët nga mosha 3 deri në moshën 5 e pak e kanë shumë të vështirë të përqendrohen me dikën nëpërmjet ekranit. E vërtet. Është shumë i rëndësishëm në këtë moshë komunikimi nga afër, prandaj edhe unë nuk duke qenë sepse nuk do të kishte rezultate absolutisht. Nuk do kishte rezultate, edhe unë dua të jem transparente ndaj prindërve në radhë të parë, edhe të mundohem ta bëj punën time sa më mirë. A ka nivele vështirësie dhe si strukturohen mësimet për ata që janë regjistruar tashmë dhe janë duke ndjekur? Përgjithsisht, jemi shumica e nxënësve janë te klasa e abetares, nuk kanë deri tani, duke qenë se ne merremi më shumë me shkronjat e shtypit, sepse janë pjesa e 6, me shkronjat e dorës, të them të drejtën, ndoshta bëj dhe shumë gabim, i mundoj shumë pak. Pra nuk dua që t'u kthehet në stres, ndoshta kam dhe unë traumat e mia kur kam qenë e vogël që duhet të shkruaja bukur shkrimin. Po ka vështirësi nga më të ndryshme, të thash që të mësuarit online, pavarësisht se është një metodë shumë e lehtë, edhe një metodë që na afron të gjithëve, është edhe i rëndësishëm dhe komunikimi nga afër, po për momentin prindrit ndihmojnë shumë. Janë kjo është rëndësishme mbështetje. Do me thënë, ata janë bashkëudhëtarët e mi. Pa ata, AlpQuesti, të them të drejtën, nuk do kishte rezultat. Sepse janë ata që urin mbi kokë, janë ata që i udhëzojnë, janë ata që i nxisin, i kontrollojnë.
Tani, kërkesa nga të rritur që duan të mësojnë shqip në diasporë, keni pasur deri tani apo jo? Për momentin nuk ka, janë ish studentë të mi të cilët duan të i rikthehen shqipes, por janë fokusuar te kjo grup moshë edhe më pëlqen shumë. Okej, shumë mirë. Tani, pa diskutim që synimi kryesor i AlpQuest është që të mësoj gjuhën shqipe, por çfarë tjetër mëson një fëmijë përmes kësaj platforme që në një farë mënyrë nuk pritet vetëm me fjalët, por edhe me ndjesitë e të dëgjuarit vazhdimisht shqip. Po, unë vi nga një familje që janë shumë patriot, edhe gjithmonë edhe mbrëmjet tona, sado të vogla apo të thjeshta të kenë qenë, janë shoqëruar gjithmonë me këngë labe, me histori, me pralla, me histori nga Ducati, se unë ande jam. Edhe kjo kështu jam rritur unë, pra ta dua Shqipërinë, ta dua gjuhën time dhe ta dua kulturën, edhe mendoj se të paktën për zona të cilat njoh, edhe duke u rrëfyer një prall, apo duke u lexuar diçka, apo duke u thënë një gjë e gjës, apo një vjersh, ata u kultivoj dhe ndjenjën e përkatësisë. Që patjetër në shtëpitë e tyre e kanë, thjesht pse duhen profesionistët? Sepse një prind i cili nuk është profesionist, dikush është inxhinier, dikush është minator, dikush është elektricist, e tjera, del me orë të tëra nga shtëpia. Dinamikat e ditës janë të ndryshme. Në shumë, siç përmendët, ka shkolla në diasporë, po ka edhe vende në të cilat shkollat nuk janë. Pra, këta njerëz kërkojnë një hapësirë dhe një njeri i cili ka mbaruar për këtë punë, edhe mund t'i ndihmoj. Okej. Po që punën më të madhe e bëjnë ata. Patjetër. Unë thjesht jam, si të thuash, mentorja e tyre, i udhëzoj. Edhe ata janë krau im i djathtë dhe më ndihmojnë. Patjetër, se pa mbështetjen e tyre, jo, pa mbështetjen e tyre është e pamundur. Më pas. Cilat janë ato planet afatgjata për AlpQuest? Unë dua që ta pasuroj platformën, të shtoj shërbime të tjera, siç do jetë shërbimi i logopedisë. Kjo është më rëndësishme. Sepse ne kemi tinguj të cilët janë shumë të vështirë për tu thënë, edhe për tu shqiptuar. Edhe me futjen e logopedisë do shtojnë edhe shërbime të tjera, siç është edhe logaritmika, e cila gjithashtu do t'i ndihmoj me shqiptimin, po edhe me ritmikën. Me logaritmikën unë jam hasur për herë të parë kur kam qenë duke dhënë mësim në Moskë. Ishte një metodë e cila përdorej kryesisht në kopshtet ruse. I ndihmon shumë jo vetëm me ritmin, jo vetëm me shqiptimin, po i ndihmon shumë edhe me koordinimin. Sepse logaritmika nuk përfshin vetëm fjalën, tingullin, po përfshin edhe lëvizje të ndryshme. Dhe këto bëjnë shumë mirë për fëmijët. Sidomos për koordinimin. Është shumë i rëndësishëm në këtë moshë koordinimi. Pra, lëviz dorën, bën zhurmë me 2 shkopi, një lugë, diçka të tillë, pra i ndihmon shumë. Gjërat që neve na duken shumë të parëndësishme në përditshmëri, për fëmijët janë shumë decizive dhe shumë të rëndësishme në moshat të caktuara. Marrin ato sinjalet e duhura. Po, marrin sinjalet e duhura dhe u përgjigjen sinjaleve të duhura, sepse jemi në një kohë që disa prindër i lejojnë, shumë fëmijë harxojnë orë të tëra në para ekraneve, gjë për të cilën unë nuk jam dakord, edhe krijon pasivitet të madh. Prandaj është shumë e rëndësishme që ato orë që ne e shpenzojmë para ekranit, ta shpenzojmë në mënyrën e duhur në të mirë të fëmijës son. Pra jo krye ekspozim kaq i madh. Unë jam e bindur që ka edhe fëmijë që jetojnë këtu dhe flasin anglisht përpara se sa të flasin shqip. Po, da është vërtet kjo. Është një histori personale absolutisht që ju është dashur të regjistrohen me vonesë në shkollë për shkak të vështirësisë së përthithjes së gjuhës shqipe, sepse qasja ndaj ekraneve dhe smartphone-ve ka bërë që ata gjuhë të parë flasin anglishtën edhe këtu, dhe kjo është për të ardhur keq për të vërtetës. Edhe këtu të them dhe unë kam vëre, duke qenë se edhe këtu jam marrë me fëmijët, vëre një tendencë shumë të madhe që kanë prindrit për të folur anglisht, edhe u flasin gjysma fëmijëve. Fëmijës nuk duhet i flasësh gjysma. Pra nëse duhet të mësohemi që ne nuk mund të bëhemi dembel, sepse kemi përgjegjësi edhe ndaj gjuhës, edhe cili është kontributi që ne japim. Pra nëse mua nesër pas nesër një nxënës më vjen
shqiptar me të dy prindërit shqiptar nga diaspora, flet shumë mirë shqip. Fëmijët e diasporës nuk ndodh vetëm në rast se vërtet vështirësohen të më thonë diçka në anglisht në mes të një fjalie të shkurtër, kurse fëmijët në Shqipëri, fatkeqësisht, ndodh që në mes të një fjalie të shkurtër më thon 2-3 fjalë anglisht. Kjo është për të ardhur keq. Nuk është absolutisht gjë e keqe që të mësohen dy gjuhë njëkohësisht. Unë jam vetë një vajzë që kanë folur edhe shqip edhe greqisht, sepse jam rritur në Himar, është një komunitet dy gjuhësh. Nuk më ka ngatruar, e kam ditur shumë mirë ku ta përdor greqishten, kam ditur shumë mirë kur të përdor anglishten, edhe ku të përdor shqipen. Kështu që e rëndësishme është që gjuha parësore absolutisht të mos anashkalohet, dhe për më tepër tek fëmijët të cilët sapo bien në kontakt me të folurën e me të shkruarin më pas, që është absolutisht e rëndësishme. Tani po mendoni për partneritete me shkolla apo të krijoni këto komunitete tuaja për të shkuar për t'i prezantuar, ndoshta edhe jashtë vendit? Po, kam menduar për disa partneritete, përgjithsisht janë shoqata të cilat janë jashtë, në vendet ku ka më shumë shqiptarë dhe ku ka më shumë nevojë për gjuhën shqipe. Janë në planet edhe udhëtimet janë gjithashtu në planet afatgjata, edhe afat shkurtra, do shohim se si do shkojnë gjërat. Tani, për gjithë ata që janë duke na ndjekur, si mund ta gjejnë, ku dhe si mund t'ja u sugjerojnë miqve të tyre që jetojnë jashtë, si mund të regjistrohen në Alpquest për ata që duan të nisin të mësojnë gjuhën shqipe? Na gjeni shumë thjesht në website www.alpquest.com dhe gjithashtu Alpquest në rrjetet sociale, Instagram. Përgjithsisht Instagrami është në Instagram më kërkojnë më shumë, më shkruajnë më shumë, ma duan të qoftë edhe për të ditur më shumë rreth programeve, qoftë për të ditur edhe më shumë rreth orëve. Edhe sa mundemi, përgjigjemi, edhe jemi transparent me ta. Të uroj shumë suksese, Kleida. Të uroj shumë suksese dhe absolutisht që më the që më shkruajnë shumë, edhe kjo është një gjë jashtëzakonisht e mirë për të gjithë ata prindër që dëshirojnë që mësojnë edhe të ruajnë gjuhën shqipe, për ata sidomos që jetojnë në diasporë. Uroj shumë që këta që jetojnë këtu ta ruajnë edhe të mos e harrojnë dita ditës për shkak të kushteve në cilat edhe kohëve të cilat kanë ardhur. Dhe uroj shumë suksese. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Do të kemi mundësi të flasim sërish, besoj, kur Alpquest jetë edhe më i gjerë edhe më i madh se kaq. Faleminderit shumë. Ishim me Kleida Peçulaj në studio, themeluese e Alpquest, platformës që ju mundson fëmijëve të diasporës, se jo edhe të rriturve, sepse nuk do të ketë limit moshe, besoj, për gjithë ata që duan të mësojnë në shqipen në studio, dhe ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio pas pak.